Pro Ligj Podcast nisi duke pasur si frymëzim pikërisht ligjin. Nga eksperienca ime personale, por kryesisht ajo profesionale, kam kuptuar se kur bëhet fjalë për fjalën ligj, njerëzit e kanë tabu. Dhe me këtë format, nga fillimi, kam synuar ta zbej tabun që njerëzit kanë mbi ligjin. Në këto 12 vite eksperiencë profesionale si juriste, kam takuar shumë njerëz me shumë ngjyra dhe shumë dimensione profesionale. Dhe kam kuptuar që duhet të respektoj kufit, etik dhe ato profesional. Dhe si rezultati kësaj, kam prodhuar këtë format, që sot ka shkuar përtej meje dhe më ka ngritur në një tjetër dimension personal. Sistemet nuk janë të thjeshta, ato shpeshherë janë të komplikuara dhe ngjallin pa kënaqësi, ngjallin rebelim masiv. Në dukje, të qenit profesionist i fushës ligjore është një fushë prestigjioze, por shpeshherë edhe e paragjykuar. Kjo vjen si rezultat i ushtrimit të funksioneve, qoftë një gjyqtari, prokurori, avokati, por në thelb të një juristi, sepse shpesh nuk sillet pasoja që palët presin apo rezultati që palët presin. Dhe në këtë formë shkaktohet rebelim shpeshherë masiv, që shkon përtej problemit njerëzor. Dhe nga ana tjetër, kur rezultati është ai që pritet, shkaktohet ajo që quhet besim tek drejtësia. Aktualisht njerëzit kanë besim te sistemi i drejtësisë dhe kjo është një gjë shumë e vyer. Besimi në drejtësi nuk duhet jetë kurse një luks. Të bësh ligje dhe t'i zbatosh ato, mbi të gjitha do të thotë të respektosh parimet bazë të kushtetutës, që ligji të jetë i barabartë, të jetë proporcional dhe i paanshëm për të gjithë. Kur e nisa këtë format, nuk arrita kurse si të parashikoja suksesin që ai do të kishte dhe sa larg do të shkonte tek ajo që ne rëndom e quajmë audiencë. Sepse kjo e fundit shpeshherë është mësuar të ushqehet me informacione roz, të cilat nuk e vetë përmirësojnë shoqërinë në thelb. Pro Ligj erdhi si një format ndryshe, me qëllimin fillestar dhe të vazhdueshëm për të edukuar ligjërisht sa më shumë shoqërinë tonë, e cila, fatkeqësisht, është gjithmonë një shoqëri në zhvillim. Dhe unë këtë kam synuar nga fillimi, që Pro Ligj t'ju shërbente të gjithëve. Jam e lumtur që në fund të këtij sezoni, vlerësoj dhe gjykoj se misioni i këtij formati është përmbushur. Dhe është pikërisht kjo arritje që mua më bën të kem vazhdimsi. Në fund të këtij sezoni, dua me gjithë zemër të falenderoj të gjithë të ftuarit që i kanë thënë po ftesës time. Çdo profesionistit fushës ligjore, por jo vetëm, që ka ardhur në këtë format dhe ka dhënë kontributin e tij profesional të çmuar. Edhe të tjerë të ftuar do të kemi në sezonin e ardhshëm. Larmishmëri, elemente të tjera që do t'i shtohen këtij formati, por në thelb Pro Ligj do të ngelet një format që është gjithmonë i dedikuar për ligjin. Një format informues, që e flet gjuhën e ligjit thjesht, praktik, me shpresën se ne arrim t'i ndihmojmë të gjithë. Falenderoj me gjithë zemër sponsorat e këtij formati, të cilët nuk nguruan të besonin tek vizioni afatgjat i Pro Ligj Podcast. Do t'u jem mirënjohëse gjithmonë. Gjithashtu dua të falenderoj stafin teknik, të cilët kanë dhënë një kontribut të vyer profesional për të realizuar Pro Ligjin pikërisht në formën që unë e përshkrova, në formën që unë e ëndërrova dhe arritëm së bashku ta materializonim. Ky rrugtim nuk ndalet këtu, sepse Pro Ligj për mua është një kontratë morale dhe profesionale që unë kam bërë me audiencën time. Dhe kjo do të thotë që është një kontratë që do të vazhdojë gjatë. Në sezonin tjetër do të rikthehemi me elementë të rinj. Deri atëherë, uroj që të keni sa më shumë qetësi dhe sa më pak ose as pak konflikt me ligjin. Rikthehemi në shtator. Faleminderit nga zemra nga unë Esmeralda Beka.